Nuk përmendet si në këtë revistën tim, editarin tim në YouTube, si në vendet të tjera, Renea vazhdon të pompoj fort podcastin e saj që ka në kanalin e vet në YouTube. Por një tjetër emër, kur mendova nga lista e banorëve të përfolur, thash me vete dhe diskutova me kolegët e mi që merren gjatë gjithë kohës me showbiz. Ora thash, kush mund ndezi këtë vit? Nga këto emrat që janë, thash e theme, se kemi diskutuar dhe për Kleoniki Deliorgjin, Kostana Moravën, që jam gati të vë bast që po hyri brenda në shtëpi, shkon lart muhabeti me Kostanën. Jam i bindur, jam shumë i bindur për këtë. Por mendova nga ky brezi i ri, pra le të themi 18, 22, 23 që ndoshta janë më poshtë se sa ata tyre që janë 35, 40 vjeç, 42, 45. Dhe më thanë se nga emrat të cilët diskutohen këtë vit dhe që mendohet se mund të jetë aty brenda dhe mund të godasi fort, është Hilda Kërtalli, blogere, ka provuar të jetë aktore, ka provuar të jetë aktore humori, po do thoni ju si doli në ekran. Doli në ekran sepse ajo ka marrë pjesë, dhe jo vetëm mori pjesë, në She's on Top, që është një spektakël që prodhon talentet e reja, brenda spektaklit e diell, dhe duket se ka qenë aty dhe ka fituar. Po. Imagjino, Hilda Kërtalli ka bërë një mini Big Brother brenda edhe para se të bëhet Big Brother VIP Albania, sepse aty është një rrëmuj e madhe me gjithë vajzave që duan suksesin. Dhe Hilda ka dalë number 1. Hilda Kërtalli fituese e She's on Top. Ka luftuar për televizionin, në intervista ka thënë që e dua fort televizionin, ndërkohë është blogere, me shumë ndjekës, është aktore të Njerëz dhe fate, një film serioz, dramatik, por ka provuar veten edhe në komedi. Nuk është ka shkruar komedi, por ka shkuar, ka interpretuar një skeç në Portokalli, dhe skeçi i saj është kthyer shumë viral dhe ka patur një interpretim shumë të mirë. Dhe të gjithë gazetarët e ri të showbizit vënë bas që Hilda Kërtalli është një nga ato emra që në qoftë se vërtet do të jetë nga produksioni i Big Brother VIP Albanias, një nga personat në listën e të sigurtëve që do të hyjnë aty, me siguri që do të jap spektakël dhe do të jetë një histori shumë e lezetshme, ndoshta me histori dashurie aty brenda.